Nga kjo e diel e një shkurtit, kadastra e Vlorës ka pushuar së funksionuari. Ajo tashmë është mbyllur, ndërsa ka përfunduar edhe dorëzimi të gjitha dosjeve dhe bazës materiale drejt Tiranës. Nga kjo e diel e një shkurtit 2026, qyteti Vlorës nuk do të ketë më një drejtori vendore të kadastrës. Institucioni është mbyllur zyrtarisht dhe funksionet e tij janë transferuar në Tiranë. Sipas vendimit të marrë, kadastra do të funksionojë tashmë si një institucion pas sportele fizike dhe pas zyra territoriale, ku aksesimi i shërbimeve do të kryhet kryesisht online. Mbyllja e kadastrës së Vlorës ndodh më pak se një vit pasi institucioni ishte zhvendosur në një godinë të re në Vlorë, pranë shtëpisë oficerëve. Investimi i bërë për ambientet e reja dhe mbyllja e shpejtë e tyre kanë ngritur pikpyetje mbi planifikimin afatgjat të shërbimeve publike dhe përdorimin e fondeve. Sipas autoriteteve, arsyeja kryesore e këtij ndryshimi lidhet me digitalizimin e shërbimeve dhe reduktimin e kontakteve fizike mes qytetarëve dhe administratës. Prej kohësh, pjesa më e madhe e shërbimeve kadastrale ofrohen online përmes platformave elektronike, çka ka bërë që nevoja për sportele fizike të konsiderohet gjithnjë dhe më e kufizuar. Edhe për drejtorinë vendore të kadastrës në Vlorë, shumë prej aplikimeve dhe procedurave trajtoheshin në Tiranë, pavarësisht ekzistencës formale të zyrës në qytet. Vlora nuk është rasti vetëm. Në disa bashki, duket se kanë kaluar me herët shërbimet e tyre kadastrale në kryeqytet. Ky proces synon unifikimin e praktikave, rritjen e kontrollit administrativ dhe përshpejtimin e procedurave përmes sistemeve digjitale. Megjithatë, mbyllja e zyrës fizike në Vlorë pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë tek një pjesë e qytetarëve, veçanërisht tek të moshuarit dhe ata që nuk kanë akses të lehtë në internet ose nuk janë të familiarizuar me aplikimet online. Për këta qytetarë, mungesa e sporteleve lokale mund të krijojë vështirësi shtesë dhe varësi nga ndërmjetës apo udhëtime drejt Tiranës për raste specifike. Qytetarët e Vlorës do të vazhdojnë të marrin shërbimet kadastrale përmes platformave elektronike, pa patur nevojë për paraqitje fizike në zyra. Aplikimet, verifikimet dhe dokumentacioni do të trajtohen nga strukturat qendrore në Tiranë, ndërsa komunikimi do të kryhet në mënyrë digjitale. Mbyllja e kadastrës në Vlorë shënon një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike dhe hap një debat më të gjerë mbi balancën mes digitalizimit dhe aksesit real të qytetarëve në administratë.